E kaluar në Bruksel, bëm një hap të rëndësishëm për shëndetësinë tonë me nënshkrimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në programin EU for Health. Bëhet fjalë për një program më të madh të Bashkimit Evropian në fushën e shëndetësisë, ndërsa antarësimi ynë përfaqëson një konfirmim të fortë të perspektivës evropiane të vendit dhe të besimit të reformave që po zbatojmë në shëndetësi. Kjo është një marrëveshje që hap mundësi të reja për përmirësimin e sistemit shëndetësor në shtetin tonë, forcimin e kapaciteteve institucionale në shëndetësi, zhvillimin e shëndetësisë digjitale, gatishmërinë më të mirë ndaj krizave shëndetësore dhe qasje në praktikat e njohura moderne evropiane në shtet. EU for Health është një program me buxhet operacional prej 4.4 miliard euro. Me antarësimin në këtë program, Maqedonia fiton mundësinë të marrë pjesë në thirrje, në grante, në prokurime publike, veprime të përbashkëta dhe partneritete me vendet evropiane. Marrëveshja parashikon përjashtim nga TVSH-ja, doganat dhe detyrimet të tjera fiskale për mallrat dhe shërbimet e financuara përmes këtij programi. Kjo është e rëndësishme sepse fondet evropiane duhet në masë më të madhe të mundshme të përfundojnë në interes publik dhe jo të humbasin përmes shpenzimeve administrative dhe fiskale në vend. Përmes programës EU for Health, institucionet dhe profesionistët tanë shëndetësor do të kenë mundësi të lidhen më aktivisht me rrjetet evropiane, të marrin pjesë në projekte të përbashkëta dhe të përdorin mjetet dhe përvojat që tashmë po japin rezultate në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Vlera më e madhe e programit EU for Health nuk qëndron vetëm tek fondet financiare, por te standardet, njohuritë, rrjeti evropian dhe mundësitë që shëndetësia jonë të marrë pjesë në proceset e përbashkëta shëndetësore evropiane. Për qytetarët, kjo do të thotë shërbime shëndetësore më cilësore, një sistem shëndetësor më të qëndrueshëm dhe siguri shëndetësore se politikat shëndetësore që po zhvillojmë ne si Ministri e Shëndetësisë janë në përputhje me standardet më të larta evropiane. Të nderuar, ky program hap mundësi për projekte në fushat e shëndetësisë digjitale, European Health Data Space, parandalimi, screeningu, onkologjia, shëndeti kardiovaskular, shëndeti mendor, gatishmëritë ndaj krizave të sistemit shëndetësor, qasjes në barna, produkte mjekësore dhe forcim të personalitetit shëndetësor. Suksesi i vërtet nuk do të jetë vetëm antarësimi në program i vendit tonë, por sa shpejt dhe me çfarë cilësie do të shndrohen këto mundësi evropiane në projekte konkrete në shëndetësi për një shëndetësi më të mirë dhe më afër qytetarëve. Si ministri, jemi të përgatitur dhe që nga java tjetër fillojmë menjëherë fazën e radhës. Ajo është prezentimi aktiv i programit, identifikimi i potencial i strukturave që do të aplikojnë, përgatitja e institucioneve dhe pjesëmarrje në thirrjet evropiane që ato do ta bëjnë. Qëllimi ynë është të ofrojmë këtë mundësi te universitetet, te fakultetet e mjekësisë, klinikat në institucione shëndetësore, spitalet, institutet, shoqatat profesionale, organizatat e pacientëve dhe të gjithë aktorët relevant të sistemit shëndetësor në vendin tonë. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time ndaj Komisionit Evropian, gjithashtu ndaj Komisionerit Evropian për Shëndetësi, Oliver Varhej, për mbështetjen dhe partneritetin që na i dhanë. Ju falenderoj shumë.